Sipas njoftimit zyrtar të Endit Shtetror për Statistika, në 3 muajt e parë të këtij viti kanë lidhur 3.380 fëmijë që paraqet një rënje prej 4.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Në të njëjtën periudhë kanë vdekur 5.342 persona, që është një ulje prej 1%, por e pamjaftueshme për të ndryshuar drejtimin. Shtimi natyror i popullsisë është minus 1.962 persona. Me fjalë të tjera, vetëm në 3 mujorin e parë, numri të vdekurve është pothuajse 2.000 më i madh se numri i të lindurve. I njëjti njoftim regjistron edhe 1.797 martesa, që janë 2.7% më pak se vitin e kaluar në të njëjtën periudhë, si dhe 494 divorce, që paraqesin një rritje prej 6.2%. Të dhënat tregojnë një ndryshim më të gjerë shoqëror, më pak lindje, më pak martesa, më shumë divorce, më shumë të moshuar, më shumë komuna me bilanc negativ. Në publikimin e Endit Shtetror për Statistika për vitin 2025 thuhet se sipas vlerësimit të popullsisë më 31 dhjetor 2024, Maqedonia ka 1.8 milion banor, që është për 96.768 persona më pak, përkatësisht 5% më pak krahasuar me vitin 2014. Eurostat në analizën për popullsinë në vendet e procesit të zgjerimit thekson se popullsia e Maqedonisë është zvogluar nga 2.06 milion në vitin 2014 në 1.83 milion në vitin 2024, që paraqet një rënje prej 11.6%. Në të njëjtën periudhë, 10 vjeçare pjesëmarrja e popullsisë mbi 65 vjet është rritur nga 13.5% në 18.6%. I njëjti publikim tregon se numri i fëmijëve të lindur ka rënë nga 23.596 në vitin 2014 në 16.061 në vitin 2024. Pas shifrës minus 1.962 nuk qëndron vetëm një minus, qëndron pyetja: çfarë vendi do qetë ky nëse vazhdon të plaket më shpejt se sa ripërtrihet? Nëse përgjigjen e kërkojmë vetëm në librat am, tashmë jemi vonuar. Përgjigja gjendet në klasat shkollore, banesat, vendet e punës, spitalet, komunat, dhe në atë detyrën më të vështirë për çdo pushtet, të krijojë kushte që njerëzit të qëndrojnë.